Përshëndetje miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do bëjmë një pyetje. Dikush nuk do ta mbylli këtë histori midis jush. Pra, një person i zemrës tuaj, jeni në një lidhje, ju kërkoni ta mbyllni këtë histori, por personi i zemrës tuaj nuk kërkon ta mbyllë, pra nuk do ta mbylli. Si do të shkojë kjo situatë? Ju jeni e lodhur në këtë histori, por jeni një femër si kjo mbretëresh e kupës, një femër shumë e pastër në anën shpirtërore. Dhe ky mashkulli juaj, personi i zemrës, është i dashuruar fort me ju. Është i barabartë, është i drejtë në këtë histori dashurie, por ju jeni pak e lodhur në këtë histori dhe kërkoni ta mbyllni. Jeni si e dyzuar, doni të mbyllni diçka të vjetër, diçka monotone, një rutinë, se për ju është një kapitull i vjetër. Doni të hyni pikali dhe të ndryshoni komplet rrjedhën e jetës tuaj, në marrëdhënie të reja, në miqësi, në punë, në shoqëri, sepse ju jeni një femër shumë paqësore. Jeni një femër që jeni shumë e drejtë në shpirtin tuaj. Jeni si kjo princesh, si kjo mbretëresh e bukurisë. Dhe shpesh lëndoheni në këtë histori. Por rrota e fatit më tregon që gjërat do të ndryshojnë dhe një lajm i papritur, i befasishëm, do të transformojë jetën tuaj. Pra, nuk duhet të merrni vendime të nëncituara, sepse vjeta e kupave më tregon që ky princi juaj vjen me këtë kup të argjën në dorë dhe ju transformon. Kjo është lesa e të ardhmes, jetën tuaj. Pra, ju jep një dashuri të pafundme për të falenderuar dhe të jeni mirë njohur universit për këto anë të mrekullueshëm që do të keni në jetën tuaj, në këtë yber kupash, me këta kolopuç të vegjël. Pra, me një të ardhme të mrekullueshme. Nuk duhet nxitoni në vendime që merrni, dhe pse ndonjëherë mërziteni dhe ju bëhet jeta pak rutinë. Tani, do të shikojmë me kë rezonon, me dashin, me ujorin, me peshqit, me qigjetarin, me brikpjatin, me gaforen, me luanin dhe me peshoren. Kurse me gërmat e alfabetit mund të rezonoj me P, A, G, O, Zh, F, Dh, J, T, R, Q, F, D, Gj, S dhe gërma L. Faleminderit shumë miqtë e mi.